Sot do t'ju tregoj diçka të rëndësishme, një sekret antik që e përdornin pleqt e moçën të mençur, diçka që askush nuk do insistoj që t'ja u thot. Më ndiqni me vëmendje për të mirën tuaj. Tani po ju tregoj. Sot kush ka mungesë hekuri në trup shkon direkt në farmaci, por si ja bënin dikur kur nuk ekzistonin farmacit? E dini? Më ndiqni. Atëre merrnin disa gozhd, si punë e këtyre, dhe pasi i dezinfektonin gozhdët, i pastronin me letër. Si s'po bëj unë, që i dezinfektova çfarë dhe tani po i pastroj me këtë letër. Pastaj ata merrnin mollën dhe i fusnin gozhdët në mollë. Okej? Një nga një, sepse duhet të dini që teksa unë fus këto gozhdët këtu, dua t'ju kujtoj që sot ushqimi nuk është si dikur. Dikur ishte ushqim bio, kurse sot me ushqimet që ha njeriu i krijon probleme të mëdha trupit dhe një pjesë e hekurit që gjendet në trupin ton, le të themi që shkrihet nga ushqimet të tjera. Pra, në qoftë se ka mungesë hekuri, në qoftë se kishte mungesë hekuri dikush, dikur bënte këtë. Dhe pasi i vinte të gjitha këto gozhdët në mollë, e mbushte mollën me gozhdë, ata e linin mollën për 15 ditë dhe e dini se përse 10 maksimumi 15 ditë. Dikur gozhdët ishin ndryshe. Ishin gozhdë hekuri dhe hekuri pastër. Sot nuk është kaq i pastër dhe në fakt sot ka dikush që e bën akoma këtë, por e bën jo më shumë se 3 ditë. Pra e mbush këtë mollën jo më shumë se 3 ditë. Dhe tani po ju them se përse e bëjnë këtë. Atëre, duke vendosur të gjitha gozhdët këtu, pra më ranë ca gozhdë, okej, por këto mjaftojnë, duke bërë këtë, pra gjithë mollët, gjithë gozhdët, më falni, me kalimin e ditëve, acidet që gjenden brenda mollës thithin hekurin që ka secila gozhdë. Dhe pas 10-15 ditësh, kur e ka thithur gjithë molla hekurin e të gjitha gozhdëve, ka disa njerëz që akoma sot përdorin këtë metodë natyrale për ta ngrënë. Pra han mollën, pasi heqin gozhdët normal, jo me gozhdë, pasi heqin gozhdët, han mollën dhe ky është antibiotiku, si mund të quhet, ose ilaçi natyral që përdorin sot disa që kanë mungesë hekuri në trup. Pra në vend që të shkojnë në farmaci për të marrë ilaçe që aty shkruan efekte kolaterale, shkojnë dhe bëjnë disa gjëra natyrale. Pra disa metoda natyrale që tashmë nuk bëhen më. Unë ja u tregova se çfarë bënin dikur për ata që kanë probleme të mungesës së hekurit në trup. Tani do të dëshiroja, nëse është e mundur, nëse keni parë këtë truk, le të themi, do të dëshiroja një komentin tuaj këtu në këtë video dhe do të më thoni nëse kjo është efikase apo jo si metodë. Dhe nëse metodat e dikurshme janë efikase ose jo. Pra, pres komentet tuaja, kush është këtu rastësisht, le t'i bëj like faqes dhe videos në mënyrë që të shihemi sërish. Molla me hekur brenda, dhe duke ngrënë mollën me hekur brenda, ka përmbajtje hekuri më të madhe dhe organizmi ka nevojë për hekur, për ata që kanë nevojë për hekur. Kalofshi një ditë bukur.